Unë kam të qartë që sot ti nuk mund të blesh një Abrams që kushton një 50-60 milion dollar, në mos gaboj. Kushtojnë shumë. Se dhe s'ta japin. Jo, çështja është që ka shumë, tani duan të blejnë gjithë. Po. Dhe porosit tani janë mbahet rradha për porosi. Po. Edhe kur ta japin të degraduar, do më thënë nuk të japin versionin e fundit, të japin një version bazik, siç ka ndodhur në shumë raste të shitjes së armatimit. Ose është e shtrenjtë që të marrësh skuadrile avionësh, një F-35 që bëhet fjalë, po edhe F-16, të paktën ata që quan në Ukrainë thonë që për çdo pilot, për çdo avion duhen minimalisht llogaritën 20 veta mbrapa, do më thënë që nga logjistika, teknika, ai shoferi kamionit që bën, pra ka një raport të tillë. Një shpenzim të tillë. Ndoshta mund të jetë edhe më i lehtë, të paktën me çka kam dëgjuar unë. Në këto kushte që neve kemi pamundësi financiare të ashtu, a mund të bëhet një lloj mbrojtje më inteligjente, asimetrike? Pra, ti nuk blen dot një tank që të kundërshtosh tankun serb, por blen një Javelin që shekollajt për tu përdorur nga një qafë mali se ku do hyu, në luginën e Drinit do hyu, s'ka nga hyn tjetër. Ndoshta ka ardhur momenti që të mendohet për këtë lloj armatosje të ushtrisë shqiptare. Neve sapo na dhuruan edhe një anije, e cila ndoshta nuk e di se pse na duhet, se ne përballë kemi Italinë, një vend mik, domethënë. Gjithsesi mund të duhet për misionet e NATO-s, ndoshta. Sa i përket kapacitetet, natyrisht, kapacitetet ushtarake janë të kushtojnë. As nuk mund të mendohet tani që ne të krijojmë kapacitetet që kemi patur. Në kohën që trashëguam nga koha e komunizmit. Për hir të realitetit kanë qenë kapacitetet konsiderueshme. Ne krahasoshim me vendet që kishim rrotull. Po. Qoftë në ajër, qoftë në tokë, qoftë në det. Kështu që është e vështirë. Është e vështirë edhe mbajtja. Edhe nëse arrin ta marrësh në një formë në një tjetër, është vështirë ta mbash. Kështu që mënyra më e mirë e vendeve të vogla, edhe ka përvoja plot. Kurse ne jemi vetëm vendi i vogël, ka dhe vende të tjera të vogla janë më të pasura se ne. Dhe bëjnë zgjidhje inteligjente, zgjidhje të zgjuara, me fjalë. Blejnë ato kapacitete që janë pikërisht për mbrojtjen, që i përshtaten karakteristikave të vendit tyre. Tani ka filluar, për shembull, ajo që është më e domosdoshme kapacitete është mbrojtja kundërore. Që pak a shumë çdo shtet e ka. Natyrisht ajo kushton në blerje, po pastaj nuk është se kushton shumë në mirëmbajtje. Ka të mirëmbajtjen standarde, si është do i kontrollosh parametrat, mund bësh ndrrime, gjërat, por është më pak e kushtueshme pastaj. Ajo që përmend edhe ju, unë nuk jam brenda, thash, unë jam i larguar që nga 2018, por jo, të ka nisur dhe nga studimi i luftës në Ukrainë. Jo, unë besoj që ka lëvizje pozitive, por thash është tani gjithë shtetet janë se më duket më tepër një lëvizje reaktive se sa një lëvizje mirë studiuar, për të sepse më thoshte zoti Çuko, armatimi edhe blehet, po oficeri dhe ushtari do 10 vjet të trajnohet. Ky është problemi më i madh. Sepse ne ajo që bëm, ne hoqëm shërbimin ose komponentin rezervë. Është hequr diku nga 2009. Dhe kaluam në profesionist, ushtar profesionist. Nuk thash, tani është kollaj të bësh kritikën brava, po natyrisht që edhe atëherë ka pas zëra që nuk kanë qenë dakord. Por vendimi ishte politik, nuk ishte se u pyetën nivelet profesioniste, në fjalë. Por ajo dëmton sepse së pari është bërë një shkputje e madhe. Është shumë vështirë tani, jo përmendet edhe më përpara, që të përgatisësh një ushtar
ju tha 6 muaj, po unë them duhet 1 vit. Po, 1 vit thonë, po nga halli bëhet. Unë kam pas rast për arsye profesionale, diku nga viti 2008, kam vizituar një qendër stërvitore në Shtetet e Bashkuara, ku po stërvitej një brigadë këmbësërie që do bënte rotacion trupash në Irak. Dhe stërvitej 1 vit. Dhe ato nuk ishin ushtar që ishin marrë nga zero. Pra ishin ushtar që kishin kulturën e përgjithshme si ushtar, por 1 vit përgatiteshin për kushtet specifike të misionit. Dhe për të shuar në një luftë ku nuk kishin një ushtri serioze Po, ishte përballë. luftë asimetrike, natyrisht ishte e rrezikshme, por bëhej 1 vit stërvitje. Dhe arrihej deri në detajet tilla sa që ishte pa imagjinueshme për neve tani sot. Veç ushtari mësonte, bëhej pothuajse infermier, jepte ndihmën e parë shokut në fushën e luftimit, i jepte deri dhënie gjaku. Më ka bërë përshtypje, pikërisht kjo është edhe nga lufta në Ukrainë, që e dëgjova një statistikë, nuk e di a është saktë, që 95% e ushtarëve janë, domethënë, nuk janë viktima të luftimit me armë të lehta ballë për ballë, po janë viktima të dronëve, të artillerisë, dhe problemi më i madh është ajo që e kanë në NATO, doktrina e NATO-s 1 orë. Pra, nga momenti i plagosjes, brenda 1 ore njeriu duhet të marrë ndihmën e vet mjekësore, për ndryshe konsiderohet i nxjerrë jashtë luftimit në mënyrë definitive. Absolutisht. Ndihma e parë në fushën e luftimit është ajo që përcakton, me fjalë, shkalla se si e ke të organizuar ndihmën e parë, përcakton shkallën e vdekshmërisë të ushtarëve. Sepse i pjesa më e madhe e tyre, dhe kjo rezulton dhe nga ajo që unë e përmenda pak më parë, në Shtetet e Bashkuara ishte një nga mësimet e nxjerra, që nëse i jepej ndihma e parë direkt aty pa lëvizur, i t'jepte shoku, pra deri dhe dhënie gjaku, ishte ulur vdekshmëria 70%. Imagjinon çfarë shifër. E njerëzve shifër shumë impresionuese. Do të thënë, pak të nga 4.000 të vdekur, amerikanët do kishin rreth, le të themi, 20.000 të vdekur. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëj, jo vetëm me anën njerëzore, por ka të bëj edhe me moralin e trupave. Dhe ato trupat kur e shohin që dikush kujdeset shumë për to, pra mënyra se si sillen me to, se si i mbështesin. Se si sillet shoku, se si të vjen helikopteri që të tërheqë. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëjë me moralin e trupave. Dhe po të shikoni, për trupat amerikane kanë qenë, mund të them, me përvojën luftimi më të madhe që mund të ekzistojë të një shteti, sot mund të them është Ukraina, por edhe me moralin më të lartë të trupave. Pavarësisht sa të luftonin jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ky është një faktor që duhet marrë shumë konsiderat. Dhe prapë ato kishin moral shumë të lartë. Luftimi jashtë territorit është gabim. Kështu që edhe humbjet në njerëz, siç e përmendët edhe ju, kryesisht në çdo lloj lufte vijnë nga artilleria, nga goditjet, me fjalë artillerisë, aviacionit. Sepse ato godasin kryesisht përqendrimet e trupave. Pra, objektivi tyre, ato e kërkojnë të lloj objektivi. Kështu që vrasjet, pastaj dëmtimet në front, drejt për drejt, tani pothuajse më shumë janë dronët. Ky në fakt ishte ushtar rus që fliste, dhe nuk e di, ndoshta ata nuk e ka statistikën e saktë, por ai thoshte pikërisht që po specializohemi në fushën e dhënies së ndihmës parë, dhe aty po përqendrohemi sepse vetëm 5% vdesin nga luftimet urbane, do me thënë nga shkëmbimi zjarrit afër që kanë me njërin tjetrin, vdesin nga dronët, nga artilleria, nga minat, nga tanket, pra është një vdekje që ti s'e di nga të vjen. Dhe ai momenti kur të japin ndihmën e parë, dhe ukrainasi në fakt e kishin shumë problem, ju vazhdonte deri 24 orë momenti që e tërhiqin nga vija e frontit deri në bazën më të afërt ku i bëjnë ndërhyrja e parë, jo në spital. Sepse ishte shumë problem me kolonel me shtoshin ata, problemi dronëve termikëve, dronëve të ditës, ata duhet të gjuanin fashën ose të muzgut, ose të agimit, që nuk vepronin as dronët termik, dhe as dronët e shikimit ditën. Pra është bërë një luftë shumë komplekse.